Banorët e fshatit Luboten vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Edhe pse në fshat është instaluar sistemi i ujit, uji i pishëm mungon. Rezervuari prej ku vjen uji për në fshat i ngjan më shumë një kënete, balt, dru, gjarprin, mbretkosa dhe insekte, ndërsa çezmat nxjerrin sa ujë, aq edhe balt. Banorët ishin vetë organizuar para disa vitesh për ta sjellë ujin e pishëm deri në mes të fshatit, nga ku prej 2 çezmave furnizojnë të gjithë fshatin. Ata mbushin ujë me shishe dhe bidon, por uji në fakt është aq i ndotur sa nuk mund të jetë i pishëm as për kafshët. Ata fajsojnë pushtetin, duke thënë se politikanët interesohen të shkelin në fshatin e tyre vetëm kur kanë interesin e votave. Uji do thotë nuk është kimikisht edhe biologjikisht i pastër, mirë po të na atë kemi harru, por uji të na fizikisht nuk është i pastër. Gjë që këtë e shohin në për çeshmat tona, çdo herë zihen çeshmat, zihen aparatet të cilat e shfrytëzojnë do thotë ujin dhe kemi çdo herë probleme. Dhe në shtëpitë tona shpeshherë hasim në musafir të papritur, të cilët i sjell ujë, gjallësa të ndryshme, siç janë gjarprinj, do thotë mbretkoca, insekte të ndryshme. I përshëndes ministrat e tonë BDI-s që janë në qeveri. Ato nuk e dinë se na me shkap ballafaqora në Luboten. Ujë për të pi, as hajvant nuk e pinë atë ujë. Edhe kanë hongër, kanë ardhur kush e di sa herë. Kanë tregu. Do bëhet, ka luajtur 8 vjet, 10 vjet. Edhe 30 vjet I ka mësele. Po që të haj mua kar këtu. S'dim çka me bën. Jo, sa shumë I papastër dhe nuk ka filtrim. Që 100 vjet bëjmë apel për këtë punë. Edhe nuk ka asnjë zgjedhje për. Veç na rrin sot nesër. Fajin pushtetit. Veç pushtet. Kur gjos kanë marrë ata. Na disa herë mi organizu, po projekte kemi që marra, çka mos kemi dhënë mund. Në rrjena. Ai njëri rrjen, vjen tjetri rrjen. Vetëm me rrjena jemi të shku. Fshati Luboten me rreth 5000 banor furnizohet me ujë nga sistemi dhe rezervuari I ndërtuar në vitet 70-ta. Po ashtu, uji nuk është I vetmi problem për këta banor. Të zhgënjur nga politika, ata kërcënojnë se nuk do t'i lejojnë më politikanat të shkelin në këtë fshat, si të ngrenë padi ndaj komunës së Botelit dhe qytetit të Shkupit për mosmarrjen e masave. I tradhuar nga premtimet, një banor në emër të fshatit ndau disa peshqeshje për autoritetet dhe deputetët e zonës. Këto shishe me ujë që ja çojnë si peshqesh Abdulaqim Ademit, Ermira Mehmetit dhe kryetarit komunës Botelit Petre Llatinovskit, prej fshatit Luboten.